Qeveria greke ka miratuar një marrëveshje të re me kompaninë e inteligjencës artificiale OpenAI në mënyrë që të kryej kurse intensive për mësuesit e institucioneve arsimore në vend, në mënyrë që ata të përdorin ChatGPT-n si një mjet për të edukuar nxënësit. Në fakt, ky është edhe vendimi i ri. Javën e ardhshme, stafi në 20 shkolla do të trajnohet në një version të specializuar të ChatGPT, të krijuar posaçërisht për institucionet akademike. Do të përdoret kështu mjeti i inteligjencës artificiale më i shkarkuar dhe më me shumë abonent në gjithë botën. Iniciativa, e cila do zgjerohet në nivel kombëtar në janar, e bën Greqinë një nga vendet e para në përdorimin e inteligjencës artificiale gjeneruese në klasa. Fillimisht do të përqendrohen tek mësuesit që zotërojnë teknologjinë e re, dhe pranverën e ardhshme nxënësit e shkollave të mesme do të lejohen ta përdorin mjetin, ndërkohë që qasja, sipas edhe institucioneve në vend, do të monitorohet rreptësisht. Është Greqia e dyta pas Estonisë në përqafimin e kësaj teknologjie. Rikujtojmë se Kyriakos Mitsotakis në fakt ka pasur kritikat e tij për sa i përket inteligjencës artificiale, mirë po duket se edhe disa nxënës të shkollave dhe mësues kanë dalë në disa protesta të moderuara në vend kundër edhe le të themi implementimit të kësaj teknologjie inovatore, e cila duhet thënë se jep një mjet të jashtëzakonshëm dhe mjaft lehtësues informacionin nëse përdoret në mënyrën e duhur, në vendin e duhur dhe qëndron në duart të atyre personave që duan të bëjnë mirë me të. E teksa flasim për inteligjencën artificiale, e cila duket në fakt le themi si pikërisht problematika e fundit, do të rikujtohet se Papa Leoni XIV në marrjen pikërisht të pozitës së tij si kreu i Kishës Katolike edhe i Shtetit të Vatikanit, udhëheqësi shpirtëror i besimtarëve të krishterë në gjithë botën, deklaroi se misionin e tij ndër të tjera do ta bazojë edhe tek puna për të le themi rregulluar apo për të përmirësuar inteligjencën artificiale. Dhe përpasoj ai ka folur pikërisht në një konferencë kombëtare të të rinjve katolik, një tubim vjetor katolik i mbajtur në Indianapolis në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëpërmjet lidhjes virtuale. Papa Leoni i 14 dha disa këshilla për inteligjencën artificiale. Jeni të matur, jeni të mençur, keni kujdes që përdorimi i inteligjencës artificiale të mos kufizojë rritjen tuaj të vërtet njerëzore, që nuk kupton rritjen shpirtërore, por edhe aftësitë që njeriu ka dhe aspektin fizik. Përdoreni atë në një mënyrë të tillë që nëse zhduket nesër ju prap të dini si të mendoni, si të krijoni, si të veproni vetë, si të krijoni miqësi autentike. But even with all that, technology can never replace real in-person relationships. Simple things, a hug, a handshake, a smile. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë zyrtarisht do të përdoren dordoleca apo makete të formave të grave në testimet e sigurisë së makinave hibride, në mënyrë që të vlerësohet dëmi pikërisht tek trupi i grave. Kur kujtojmë se më parë këto teste sigurie kryeshin më së shumti në maketa apo dordoleca meshkuj për të bazuar më pas. Rikujtojmë se edhe në makinat e para, testet e para të përplasjeve janë bërë pikërisht në dordoleca burra për të kuptuar se cilat do të jenë dëmet edhe për të ndërtuar pikërisht edhe ato mjete të sigurisë, siç është airbag-u apo edhe rripi i sigurimit në makina. Është sekretari i transportit Sean Duffy, i cili zbuloi një maketë avancuar për testimin e përplasjeve femërore, quhet Thor 05F, që mund të ndihmojë në mbylljen e ndekut të shkallëve më të larta të lëndimeve për gra sesa burrat në skenar të caktuara përplasjesh. Është mjaft interesante sepse duhet thënë që së fundmi shumë shkencëtar kanë nisur që të bëjnë eksperimente apo studime të ndryshme apo edhe teste në trupin e grave për të kuptuar në fakt diferenca, sepse më parë kryesisht këto studime bëheshin tek burrat. Si për shembull, një studim së fundmi ka treguar se në fakt tetorashi i gjumit, i cili është i rekomanduari ndër dekadash edhe për të gjithë njerëzit, në fakt ka dalë ky përfundim pas studimeve në trupin e burrave, por si pasojë e ndryshimeve hormonale të gratë, në fakt duhen më shumë orë gjumi. Gratë duhet të flejnë deri në 10 orë gjumë në ditë. Dhe këto janë diferencat të cilat vijnë si pasojë e kufizimeve në studimeve nga ana e shkencëtarëve.